Këtë të martë, Komisioni Parlamentar për Ekonominë, Punësimin dhe Financat ka shqyrtuar 3 projekt ligje të rëndësishme, pjesë e paketës fiskale 2026. Në fokus ishin ndryshimet në ligjin për procedurat tatimore, shtesat për ligjin për taksat vendore, ligji për faturën dhe sistemin e monitorimit të qarkullimit. Pjesë e kësaj mbledhjeje ishte dhe deputeti i Lushnjës Elton Korreshi. Projekt ligje të miratuan nen për nen dhe në tërësi për të kaluar në seancë plenare. Gjatë diskutimeve, u theksuar rëndësia e këtyre ndryshimeve për të forcuar administrimin fiskal dhe transparencën financiare. Projektligjet synojnë të përmirësojnë mbledhjen e të ardhurave dhe të lehtësojnë shërbimet për qytetarët dhe bizneset. Deputeti Elton Korreshi vlerësoi paketën si një hap drejt modernizimit të sistemit tatimor. Komisioni do të vijojë punën për të mbështetur politika që rrisin efikasitetin ekonomik dhe të mbrojnë interesin publik.